Pas përfundimit të festës së Pashkve, këtë të hënë u shënua fluksi shtuar lëvizjesh dhe radhë të gjata kilometrike në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Sipas të dhënave nga autoritetet doganore, pala shqiptare ka vënë në funksion 3 sportele për të përballuar fluksin në dalje, ndërsa pala greke operon me një numër të kufizuar sportelesh, çka ka sjellë pritje deri në 2 orë të qytetarëve dhe radhë të gjata. Qytetarët shprehen të shqetësuar për situatën duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme, madje ata shtojnë se duhet një koordinim më i mirë mes autoriteteve të të dyja vendeve. Kemi një orë e gjysmë 2 orë, janë makina nuk lëvizin me milimetra, numërohet milimetra. Gjithmonë kjo është për festat, datë Pashka, datë për vitin e ri, datë Krishtlindjet të gjitha. Kjo na detyron që kemi ndërmend të vim një 5 herë, mos vim asnjëherë në vit. Këtë na bën kjo. Na lejnë këtu neve edhe presim, as pyet njeri fare për ne. Po shqyr që nuk kemi fëmijë të vegjël. Të tjerët prapa i kanë foshnjë. Pavarësisht se pala shqiptare ka kapacitet për të shtuar deri në 6 sportele, sipas autoriteteve, fluksi i shtuar ndikohet nga mungesa e organizimit në pikën doganore greke. Fluksi pritet të rritet edhe në ditët në vijim, pasi shumë shtetat shqiptar që kishin ardhur për të festuar Pashkën pranë familjarëve të tyre në ATV, tashmë po kthehen drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë prej vitesh.